Atëherë, siç e shihni, unë jam në krye të detyrës. Unë jam i gatshëm për bashkëpunim me të gjitha instancat shtetërore dhe ato të bëjnë punën e vet, ne po bëjmë punën që na ka votu populli dhe kryjmë detyrat që na janë dhënë dhe na janë besu nga populli. Bashkia Vaudesi si gjithmonë është në krye të detyrës, po fillon dhe sezoni i vaditjes dhe sot bëmë inspektimin e këtij kanalit që është një investim i bëm nga Ministria e Bujqësisë me Bordin e Kullimit dhe me bashkëpunimin e Bashkisë Vaudesit. Ky investim është një investim shumë i mirë për 3 fshatra, sepse janë kënë 3 fshatra të cilët nuk kanë pas mundësi për vaditje dhe me shtrimin e këtij kanalit me beton, besoj që vaditja merr fund një herë mirë për pa probleme, pra që të kenë sa më shumë vaditje dhe sa më shumë prodhim. Gjithashtu investimet në Bashkinë e Vaudesit do të vazhdojnë përsëri. Shpresojmë që shumë shpejt të fillojë faza e dytë e këtij investimi, sepse ky është ka arritë të bëhet deri 1.3 kilometër ky investim. Shpresojmë që të bëhet dhe gjysma tjetër dhe 1.3 kilometër dhe të arrijë deri në fshatin Paçram.